zgjedhjet e brendshme, gjë që mendoj është e domosdoshme. Unë i bashkujem zotrin Matoshi për atë që Kosova është duke tregu një forcim të institucioneve duke marrë parasysh KQZ-n, e cila ka qenë shumë shpejt i ka zhurnu, dhe me thonë, informatat dhe ka përfundu procesin, edhe gjithashtu rezultati politik, rezultati i zgjedhjeve po tregon që do të ketë disa ndryshime në skenën tonë politike, sigurisht që do të ketë një koalicion, paralajmërime ka. Pret që mund të ketë koalicion? Besoj që po, ka edhe lëvizje të ndryshme për partive politike, po i shohim edhe disa statuse të disa prej deputetëve të cilët janë duke treguar që ka lëvizje brenda partive të tyre, edhe mesazhi i kryeministrit në detyrë Mbram gjatë fjalimit të tij lamën në kuptu që do të ketë bashkëpunim, edhe sipas të gjitha gjasave bashkëpunimi ka fillu, po pritën certifikimi e rezultateve, 7 korriku është data e fundit kur